Territori shqiptar për datën 19 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë alternime mes vranësirave dhe intervaleve me diell, ndërsa në disa zona priten rreshje shiu. Paraditja do të paraqitet me vranësira në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja sjell kthjellime të përkohshme në jug dhe jugperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell kryesisht në zonat jugore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:23, ndërsa perëndimi rreth orës 17:26. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 5 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 2 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 1 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 6 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 5 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 6 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 5 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 3 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 6 deri në 15 gradë Celsius.